Në këtë video do të mësojmë për ngjyrat. I kam vendosur këtu dy video, edhe pastaj klikoj te color. Këtu e keni opsionin color. Kur klikoni këtë color, ju shfaqet kjo dritarja këtu. Shikoni, do të siguroni që e keni klikuar çat klipin që po doni mja ndryshuar ngjyrat. Edhe këtu shfaqen disa opsione. Pi provojmë me rand. Shikoni, këtu e kena opsionin ndryshu nuancat e ngjyrës. Ju më së miri këtu i mësoni duke provuar secila. Do të thonë secila ka rol të veçantë. Ngjyrat janë pjesë e kreativitetit, nuk ka ndonjë rregull që shpë përdor ngjyrat. Do të thonë ju i përdorni sipas dëshirës. Shikoni, kjo është nuanca që e bën objekt, do të thonë pamjen më të ftoftë apo më të ngrohtë. Shikoni duket më ka e portokallta dhe kjo më e kaltërta. Shikoni këtu kemi opsionet nuanca. Thonë se cila ka një rol. Kjo e zbardh, e bën më terr. Më thonë është më rëndësi i provu se cilën rand. Shikoni u pritoj me streka pa. E kena opcionin këtu ose me ndrru me numra, me vendos apo duke lëvizur kështu. Nëse do me resetu, veç klikoni 2 herë këtu në këtë vizën edhe kjo vendoset, do të thonë resetohet. Shikoni 2 herë këtu bëhet 0. Tash minus 0.7, klikoj 2 herë, kjo vendoset në 0. Apo e kena me bu reset. Shikoni, se bëj reset, kjo kthehet në gjendjen e mëparshme. Edhe këtu i kemi disa opsione me mi zgjedh, për shembull, shikoni disa nuanca, në këtë rast na gjithmonë e lëmi këto non, edhe lëmi me këtu nuancat. Tani po e hapi këtë tabin tjetër. Shikoni se këtu kena taba të ndryshme. Kjo ishte e para, më thonë, tash e kemi këtu me rand, të gjitha këtu janë për ngjyra. Tash po klikoj te kjo e dyta. Shikoni, edhe kjo i ka disa filtera, sikur Instagrami që i ka për fotografi, edhe kjo i ka disa nuanca. Gjithashtu na mumi me ndryshu nuanca, për shifni këto. Shikoni, të gjitha këtu kanë veprime ndryshme. Po shkomi të gjitha me rand për shohim, tash po dalmi të kjo e treta. Kjo është ngjyra RGB. RGB do më thonë është red, green, blue, këtë rast është të përfshime edhe bardha. Shikone, nëse klikoj këtu, më me shtu një pikë këtu, tani me lujt me nuanca. Po kësena mbrapa, që të lezë. Nëse këmë dhone efekte më nalt, më me kliku këtu të tiki edhe më ja hek për vreni, se për momentin ka efekt që i kom vendosë në njona nuk kom resetu, më me kliku të tiki edhe më ja hek, shikone si kthehet në ngjyrën e më parshme. Nëse klikoj të kjo red, e kjo kuqja, këna mundëson nuancat më bu me të kuqja. Shikone, pëpëj një pik këtu, një pik këtu, edhe një pik këtu, pastaj pëlluj me ngjyra, shikone si merë pamje kuqe. Se cila ngjyrë është për këtu, do të thonë tash ka kaltra ju mundi me bëu kombinime ndryshme. E rëndësishme është me kuptu ju ku mundi me rregullu ngjyrat edhe çish mi vendos ngjyrat. Okej. Edhe këtë tash po heki. Po tash kemi dy opsione tjera këtu pak më interesant. Shikoni, edhe këtu mundi me shtu një pik, edhe mundi me lujt këtu nuancat. Po kjo ku e zgjidhemi pikën me ndryshu, është e rëndësishme me zgjidh këtu ngjyrën që e ka fotografia. Shikoni, tash se kom zgjidh verdhën, kjo më shumë afekton ku është e verdha. Shikoni këtu, se kjo është e verdha. Pa heki këto këtë. Kjo tjetra e ka një opcion tjetër interesant. Muj me zgjidh këtë, edhe këtu po shkoj ku është kjo e verdha. Edhe tash kjo e ndryshon këtë verdhën, edhe muj me kliku këtu, edhe këtu, edhe tash këtu është më shumë nuanca verdha, këtu ngjyra tjera nuk i afekton, vetëm këtu ku është e verdha. Shikoni, tani vetëm kjo po ndryshohet. Shikoni. Edhe këtë po klikoj 2 herë, resetohet. Muj edhe këtu me kliku 2 herë, resetohet kjo ngjyra. Ndërsa të kjo, prap, po klikoj këtu edhe këtu, për shkak po e zgjidhi këtë ngjyrën këtu që është më afërt, nëse du me ndryshu çto, po e zgjidhi këtë nuancën së ngjyrës. Edhe shikoni si afektohet. Klikoj 2 herë, resetohet. Apo më i duke klikuar këtë, e marr pik këtë ngjyrën, edhe kjo vetë e selekton Premiera
cilën ngjyrë edhe tani ju mundi me bo lëvizjen vetë. Shikoni. Pra po klikoj 2 herë, po e resetoj. Edhe këtu i kemi disa opcione. Do më thonë për mos me zgjatë shumë, kemi efekte ndryshme, ju i përdorni secilat, edhe çatu nëse i lini kjo vendoset të qajo video. Por kemi raste kur disa efekte apo një ngjyrë që e kena rregullu mu përdorë në gjithë videon. Se tash për momentin na kena selektuar në cilën video mu bo ç'kjo ngjyra. Po nëse domi që ç'kjo ngjyrë që kena rregullu mu kon e përshtatshme në gjitha klipet që janë ndome edhe video tjera, atëherë do të më bëu një veprim tjetër. Për ta bërë këtë, duhet të klikojmë këtu, shkojmë e rritim këtë ditaren, edhe kemi këtu new item. Klikojmë këtu, edhe pastaj zgjedhmi new këtë. Ta klikojmë, ta shfaqet këtë ditarja, klikojmë OK. Shikoni kjo na shtu këtu. Tash të marr këto, drag and drop e vendosi këtu. Edhe këtë e rriti sa është klipi i gjatë. OK. Tash të klikoj këtë, edhe këtu normal sigurona me shkruajtë ngjyrat, edhe kur ta vendosi një ngjyrë, shikoni, kjo tash e afekton të gjitha videot shka janë nër këto që kena rregullu. Shikoni, nëse heki tash to, tash ngjyra ndrohen. Po nëse e rriti këto, edhe mbi këtë klipin tjetër, kjo ngjyra bëhet e njëjtë në të gjitha klipet. Nëse tash të vendosë një klip tjetër, që për shembull tash të klipi 2, edhe që për vendosë një klip tjetër, që klipi 6 për shembull këtu, edhe klipi 6 ka një njësoj, që klipi 4, tash kjo ka për shembull tash qëtër ngjyrë, edhe nëse e marrë e rriti këto, kjo ja ndryshon ngjyrën. Do të thonë e bën ngjyrën sikur që e kena rregulluar. Do të thonë ky ndryshimi bëhet tek të gjitha klipet.